E shkuara nuk ekziston. Çfarë ka kalu nuk kthehet më. E shkuara ekziston vetëm këtu në mendjen tënde, në mendimet e tua. Ti nuk mundesh me ndryshu kush ke qenë dje. Ti nuk mundesh me ndryshu gabimet që ti ke bën dje. Ti nuk mundesh me ndryshu familjen, njerëzit që ti ke pas në shkuarën tënde. Çfarë ka ndodh. Ajo çfarë ti mundesh me ndryshu është tani. E tashmja, tani ti mundesh me ndryshu gjithçka. E ardhmja varet nga ajo çfarë ti do bësh sot. A zgjedh ti sot me u viktimizu se kush ke qenë dje, apo prej çfarë familje ke ardh, apo zgjedh me e marrë ata si forcë edhe me ecë përpara dhe me ndërtu jetën që ti dëshiron. Përshëndetje dhe mirë se veni në tjetër video. Unë jam Silva dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Sot vendosa ta bëj një video për të kaluarën, për të shkuarën, për gjëra që nuk ekzistojnë më, por që neve ndoshta na lëndojnë shumë dhe akoma sot në të tashmen i mendojmë edhe nuk mundemi dot me i hedh pas krave dhe me i harru. Që ta bëj këtë video, frymëzova sot nga një vajzë e cila më shkruajti se kam bërë diçka shumë keqe në kaluarën dhe nuk e fal dot veten. Njerëzit më kuptu se ne njerëzit jemi të gabueshëm, bëjmë gabime. I vetmi person që nuk bën, nëse mund ta quaj person, që nuk bën gabime është i madhi Zot. Okay? Gjithë në tjerë jemi të gabueshëm dhe është krejt okay me gabu. Por ne, si fëmijë, jemi mësuar që nuk duhet me gabu. Na ka thënë mami që mami dën shumë nëse nuk ti nuk gabon. Na ka thënë babi që babi dën shumë nëse ti nuk gabon. Edhe ne kur gabojmë e marrim kaq keq, domethënë pendohemi kaq shumë, e gjykojmë kaq shumë vetëm sepse nuk duhej me gabu. Por është okay me gabu. Është okay me gabu sepse nga gabimet ti mëson. Ti nuk mundesh me mësu nëse ti nuk gabon. Dhe duhet me kuptu, duhet me e pyet veten se cila është gjaja që mu më ka mësu, kjo gjaja që unë kam bën të kaluarën. Edhe unë e kam gjyku shumë veten të kaluarën për gjaja që kam bën. Kam thënë, nuk e kam konceptu dot se si unë mund të kisha arrit deri në pikë me i bën atë gabime. Por i kam bën se kaq kam ditë, nuk kam ditë më mirë. Por sot unë jam shumë falendëruese për atyre gabimeve që kam bën, sepse nëse nuk do i kisha bën, nuk do isha këtu ku jam sot. Dhe mbeso edhe ti, do të më qenë falendëruese sepse nëse do i kishe bën ato gabime, nuk do i kishe marrë ato mësime që i ke sot dhe nuk do kishe jetën që ti e ke sot. Okej? Kështu që fali veten, është shumë e rëndësishme me fal veten, mos me xhiku veten. Dhe e di se jemi mësuar kështu, nga familja jemi mësuar kështu. Nga familja e kemi marrë këtë mentalitet që me xhiku veten, sepse edhe prindrit tonë e kanë bën. Edhe na mundojmë e bën tjetër gjëra që kanë bën prindrit tonë. Por vjen një moment që duhet me e kput shëritin. Pse tham duhet me e kput shëritin? Duhet me e kput shëritin sepse ti nuk je një viktim. Ti mundesh me vendos tani e tutje se si do jetë jeta jote. Okay? Ti nuk mundesh me u bazu se ke lini një familje të vështirë. Ti nuk mundesh më thjesht me qenë një viktim duke menduar se ke pas një babë të vështirë, një nën vështirë, nuk ta kanë dhënë dashurinë apo nuk e ke jetën që ti e ke tani për shkak se e ke pas një të shkuar të vështirë. Edhe unë kam pas një babë të vështirë, por kam zgjedh mos me e fajsu, dikur e fajsoja. Tani nuk e fajsoj më. Nuk e fajsoj më sepse unë zgjedh. Unë kam jetën përpara me zgjedh se si du me vazhdu jetën time, se si du me i trajtu nesër fëmijët e mi, se si du me trajtu bashortin tem, se si du me ustirë me bashortin tem. Okay? Prindrit tonë nuk kanë ditë më mirë. Ndoshta ata janë trajtu akoma më keq se sa je trajtu ti. Ku e din ti se si janë trajtu ata? Ata janë duke të dhënë ata çfarë kanë marrë. Por ti ata çfarë ti e ke marrë prej prindërve tu, ti mundesh me zgjedh me put. Ti mundesh me zgjedh akoma më mirë, ti meriton akoma më mirë. Po është një video sot të një vajze që është në Big Brother, Rizarta quhet, se unë nuk shikoj Big Brother, por më dalin zakonisht ndonjëherë në TikTok edhe më dalin të gjëra që realisht unë duhet me i dëgju. Edhe ajo vajza kishte po shprehej që nuk kishte marrë kur dashurinë familje, që kishte mungu gjithmonë dashuria babait, që nuk i kishte thënë kur babait të dua një herë, nuk e kishte përqafu kur. Edhe ajo vajza po tregonte realisht çfarë ka ndje si fëmijë, që i ka mungu dashuria. Edhe ishte duke u xhiku që si mundesh ti me fol kështu për babain që të ka arrit edhe të ka rrit me mundime, me sforcime, por i ka mungu dashuria njerëz. Një fjalë të dua, një përqafim nuk kushton pare. Por prindrit tonë kaq kanë ditë, edhe ajo e thoshte shumë bukur se unë i fal prindrit e mi. Kaq kanë ditë. Edhe unë kam e bë më mirë. Edhe është shumë e rëndësishme me i fal prindrit.
Përveç se me i falë prindit, me i falë njerëzit që na kanë lëndu, me falë edhe veten tane. Sepse nuk ke ditë ma mirë, por ti mundesh me bë ma mirë. Mundesh me bë ma mirë sepse ti mundesh me zgjedh. Dhe ajo çfarë ti zgjedh është ajo se a qëndron ti në shkuarën duke bë viktimen pra, apo zgjedh me bë ma mirë. Dhe po lexoj aty komentet ku më bani përshtypjen një koment që shkruante mbi 70% shqiptarëve janë rrit në këtë mënyrë, mos u habit. Edhe është e vërtetë. Jemi rrit me atë mentalitet, sepse prindrit tonë na kanë rrit ashtu, prindrit tonë në kaluar nuk kanë marrë kaq shumë dashuri dhe nuk kanë mujt me dhënë dashurinë. Kur jepnin dashuri ju dukte i dobësi. Po nuk është dobësi me dhënë dashuri, me shpreh dashurinë. Kështu që ti mundesh me ndryshu, nëse ti je një person që je dhunu në kaluarën, ke pas një fëmijëri plot dhunë, ti mundesh me ndryshu, ti mundesh me zgjedh nëse e ushtron te fëmijët e tu, zgjedh se, okay, prindërit e mi kanë bërë mirë sepse duhet me dhunu fëmijën, sepse ai mëson, ai bëhet më inteligjent, ai bëhet më i zgjuar. Apo mundesh me zgjedh ndryshe. Mundesh me zgjedh se dhuna nuk është zgjidhja vetme. Kështu që ishte ajo viti një frymëzim për mua, sigurisht me tregu që ti nuk përcaktohesh nga shkuari jote. Ti përcaktohesh nga veprimet që merr tani në tashmen tënde. Ti mundesh me zgjedh se si ke me pas jetën tënde. I vetmi person që mundet me ndryshu jetën tënde është personi që e shikon çdo ditë ti në pasqyrë. Dhe kur ti shikosh në pasqyrë, kush është personi që e shikon? Je ti. Dhe vetëm ti mundesh me ndryshu. Por ti nuk mundesh me ndryshu jetën tënde kur ti je duke mendu, kur ti je gjithmonë me mendimin se çfarë ka ndodhur, kur je të xhiku veten. Kur ti e xhikon veten tënde, ti e ul fuqinë tënde. Dhe s'ke për pas fuqi ti me ndërtu të ardhmen tënde. Edhe ardhmja nuk ekziston. Por ti ardhmen mundesh me ndryshu sot. Por nuk mundesh me ndryshu kur je ka për pas diçkaje këtu mbrapa, ke një litar që po tërhek. Ti nuk mundesh me ecë para kur një fuqi më e madhe po tërhek nga mbrapa. Nuk mundesh sepse nuk ke forcë. Kështu që hidhi pas krave disa gjana. Fale veten tënde. Mos e gjyko veten tënde. Kur ti e gjykon veten tënde, ti e gjykon krijuesin tënd. Krijuesi ti ka sjell, Zoti ti ka sjell disa situata në jetën tënde për ty me të forcu, për ty me të rrit, për me të zhvillu, për me ndihmu me ecë përpara. Kështu që mos e gjyko sepse nuk i ka sjell te ti pa arsye ato gjëra. Por e them prap, ti mundesh me zgjedh se si reagon kundrejt atyre gjërave që ti ke kalu, ose kundrejt gjërave që ty të vinë rrugën tonë, sepse kemi pas sfida. Çdo ditë kemi pas sfida. Por ti mundesh me zgjedh se si shikon ta sfida. Ai shikon si diçka pozitive, okay, si mund ta shikoj diçka keqe si pozitive. Mundesh me shiku sepse është një fjalë që thotë ndryshoje shikimin e ata që shikon dhe ai që shikon ndryshon. Ndryshoje shikimin. Shikoje se ndoshta këta sfida kanë ardhur me të forcu, me të rrit, me të ndihmu me arrit aty ku ti dëshiron. Apo dëshiron mi shiku si viktim, sepse mu Zoti vetëm demënon, mu Zoti më sjell zonat këqija, unë jam e pafat. Jo, ai është besimi jot. Dhe ti ke me jetu ata çfarë ti e beson. Nëse ti e beson se ke me pas jetën që ti e ndëron, ke me pas. Nëse ti nuk e beson, nuk ke me pas. Gjithçka ka të bëjë me ata çfarë ti beson. Me ata çfarë ti beson dhe me ata çfarë ti zgjedh me bë. Doja u tregoj këtu një histori të dy vëllezërve që ma ka treguar mentora ime, po nuk e di se cili libër e ka. Dy vëllezërve që kanë pas një bab pianec, që kanë kaluar një fëmijë shumë të varfër, njëri ishte në burg dhe tjetri ishte shumë i pasur. E pyetën njërin, i thon, pse ke jetën që ke tani? Edhe ajo përgjigj, ti nuk e din se çfarë kalume unë kam pas, ti nuk e din çfarë babe unë kam pas. E pyetën pasurin dhe i thon, pse ke jetën që ti ke tani? Edhe ajo përgjigj, ti nuk e din se çfarë kalume unë kam pas, ti nuk e din çfarë babe unë kam pas. Të dy kanë pas të njëjtën bab, të njëjtën kalume, por kanë zgjedhur me vepru ndryshe. Njëri ka përfunduar në burg, e tjetri ja bën shumë të pasur sepse e ka marrë si forcë ata, e ka marrë si mësim, e ka marrë si mësim se çfarë duhet me bë me përmirësu jetën e vet, si don me e pasë jetën e vet. Ndërsa tjetri është viktimizu. Është viktimizu duke thënë se okay, unë kam pas një bab vështirë, një jetë vështirë, një të kalume të varfër dhe unë nuk mundem me ndryshu. Por po ti mundesh me ndryshu. Mundesh me ndryshu sepse ti mundesh me zgjedh. Pra kjo histori ju tregon se dy persona, dy vëllezër, për të njëjtën arsye, e kanë ndryshuar totalisht jetën e vet. Njëri e ka fundos dhe tjetri ka kriju jetën që gjithmonë ka ndruar me pas. Për të njëjtën arsye, për të njëjtën dhimbje. Po ne njerëzve din çfarë? Ne njerëzve na pëlqen ndonjëherë me qëndru në dhimbje. Na duket sikur jemi në zonën e komfortit.
Se neve ka njerëz madje që ju pëlqen me e shpreh dhimbjen e gjanë që kanë kalu thjesht që dikush ndjej keqardhje për ta. Thjesht dikuj t'i thojë o sa keq, për jetën që ke pas. Pse duhet me ndjeti keqardhje? Pse duhet me jarë dikuj keq për ty? Tu qenë se ti mundesh me qanë një shembull i mirë për dikan, një motivim. Domethënë t'jesh t'arrish edhe për shkak të vujtjeve, gjithçka që ke kalu t'jesh shembull për dikan. Unë kur i dëgjoj njerëzit që viktimizohen, unë nuk i shikoj dot. Unë shikoj dikan që e ka arritur aty ku dëshiron pavarësisht vështirësive që ka pas. Mu më frymëzon, mu motivon sepse më motivon që e di sepse unë mundem. Kur ai ka mujt, për aty ku ka qenë poshtë, e ka çu veten aty ku është lart, e di se mundem edhe unë. Kur ai ka bë, mundem edhe unë. Mu më frymëzon. Mu nuk më frymëzon një person që rrin gjithkohës tu anku, rrin gjithkohës du viktimizu, duke tregu se si e ka pas sa shëmtume e ka pas jetën e vet. Mu nuk më frymëzon ai person. Mu më vjen keq për atë person. Por mos e lejo veten, mos e lejo dikant tjetër me ardh keq për ty. E vetmja mirë që nuk mundesh me leju është duke mos u viktimizu. Duke e marrë dhimbjen tonë si forcë dhe me ecë përpara. Okej, se më duket sikur bërtas pak, edhe por realisht du me ju bë me kuptu që nuk përcakton ty e kalumja jote. Ti nuk je e kaluara jote. Ajo çfarë përcakton ty janë veprimet që ti merr sot, edhe ti mundesh me marrë veprime sot, mundesh me marrë ato veprime që ty të bojnë me jetu nesër jetën që ti dëshiron. Kështu që lene të shkuarën, ka qenë një mësim. Çdo gjë që ti ke bën, çdo gjë që ti ke kalu, çdo gabim që ti e qunë gabim, ka qenë një mësim për ty. Për mua nuk ekzistojnë gabimet. Për mua ekzistojnë vetëm mësimet. Edhe merri si mësime. Edhe diçka, nuk është gjë keqe mu ndje keq për gabimet që ti ke bën kalume, në shkret okej. Jemi njerëz, kemi emocione, kemi ndjenja, ndjehemi keq. Po nuk është normale ti me vazhdu dhe me qëndru në të njëjtat emocione gjithmonë, sepse nuk kanë me të lënë ty me ecë përpara. Nuk kanë për të lënë ty me fal veten, nuk kanë për të lënë ty me marrë vendimet që ti ke dash gjithmonë me i marrë. Thjesht lëshoj. Okej, ndjej, pranoj se ekzistojnë, po lëshoj. Fale veten, fali personat që ty të kanë lëndu. Kur ti fal njerëzit që ty të kanë lëndu, nuk do të thotë se e kam bën një video për këtë edhe në Instagram. Të falësh dikën, nuk do të thotë se ti duhesh me pas përsëri jetën tënde, ti mundesh me fal dhe me liru rrugën, dhe me i thënë që ka është dera dhe vazhdo. Me fal një person do thotë që ti me mu liru nga inati, nga meria që keti për atë person, nga mlefi që keti për atë person, duhesh me liru. Kështu që fale veten, fale edhe të tjerët, sepse kështu ti ke mundje më mirë, ke mundje çlirume, i çlirum. Edhe diçka tjetër, mos krijo pritshmëri nga askush. Nuk ka marrë një person dhe me thënë, okej, me tira derë dhe me thënë mua, Silva, ja ku jam këtu përpara teje, më thuj çfarë të dush, më kërkoj çfarë të dush edhe unë do ta ndryshoj të jetën tonë. Nuk ka marrë. Aladini ekziston dhe lampa Aladinit ekziston te kukullat. Ti duhesh me ndryshu. I vetmi person që mundesh me ndryshu jetën je vetëm ti. Ti duhesh me besu që mundesh, por ti duhesh edhe me vepru, me marrë veprime. Nuk mundesh thjesht me besu edhe të ri këtu se ndoshta do vinë. Duhesh me marrë veprime. Sikur po bëjmë këtë video sot, unë kam marrë veprim me e bën këtë video sot. Nëse do kisha vetëm thjesht imagjinu ose besu, nuk do kisha pa këtë video të sot. Unë kam vepru. Kam marrë vendim me i thanë të fjalë që po i thamë, që ti shikosh, edhe nuk je rastësisht këtu. Po i shikon sepse ty të duhen, ty të nevojiten. Edhe njerëz shpresoj shumë që kjo video ju ka ndihmu, që kjo video ndoshta ju ka dhënë një tjetër mindset, një tjetër botë kuptim për ato çfarë ke kaluar në jetën tënde, dhe shpresoj që të ka bërë me kuptuar se ti nuk je një viktim, ty nuk përcakton në kaluara jote çfarë ti ke ndje, por ty të përcaktojnë veprimet që ti merr sot. Veprimet që ti ban sot, zgjedhjet që ti ban sot, përcakton se kush do të jesh ti në të ardhmen tënde. Kështu që njerëz ju përshëndes shumë, faleminderit shumë që dëgjuat këtë video edhe shikojmë në video në radhës.